Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi një takim me strukturat socialiste në Bashkinë e Imarës bashkë me kandidatët Damian Gjiknuri dhe Vullnet Sinaj. Në kuadër të ndarjes së brendshme të fushatës elektorale, kandidati Gjiknuri është caktuar përgjegjës në zonën e Imarës, ndërsa kandidati Sinaj për pjesën e Orvranishtit, që shtrihet gjeografikisht në zonën e Lumit të Vlorës. Në fjalën e tij, Bledi Çuçi pohoi se në Partinë Socialiste, fushata elektorale për herë të parë po bëhet përmes një sistemi të ri, ku 12 kandidatët që janë në listë të hapur do të bëjnë garë të hapur. Ai u ndal tek rëndësia e zhvillimit të një gare të drejtë dhe të barabartë për fitoren e kandidatëve të Partisë Socialiste, ndërsa theksoi se objektivi kryesor në këto zgjedhje është ajo e maksimalizimit të votave për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Është era parë që ne do bëjmë fushat me një sistem të ri. Ke pjesa e listës hapur, gara është krejtësisht e hapur për 12 kandidatët që janë në listë. E para të garantojmë një garë sa më të drejtë dhe të barabartë për të 12 kandidatët që janë në garë, kandidatët e Partisë Socialiste, dhe e dyta të maksimalizojmë votën për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Pra, për të marrë sa më shumë vota, për mos të asnjë vot nga hiki si subjekt, si Parti Socialiste, dhe të garantojmë që gara për kandidatët që janë të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës të jetë në kushte sa më të drejta edhe të kemi edhe një element tjetër të ri në këtë fushat që ka të bëjë me votën e emigrantëve. Do duhet që të fokusohemi shumë ke procesi që kemi nisur me adresimin e votës së emigrantëve për Partinë Socialiste. Çuçi theksoi se përmes sistemit të ri çdo kandidat garon për të marrë edhe një vot më shumë se kandidati tjetër, duke patur të drejtën të kërkojë vot në të gjithë qarkun e Vlorës. Kandidati do të jetë përgjegjës për votën e partisë në territorin e caktuar, ndërsa strukturat e partisë duhet të jenë në dispozicion të kandidatit për takime publike, që bëjnë atë territor, por vota e tyre mund të shkojë domosdoshmërisht për kandidatin e caktuar në zonë, por për kandidatin që ata dëshirojnë. Ky sistem është i bërë për një garë të hapur, që do të thotë çdo kandidat garon për të marrë një vot më shumë se sa konkurrenti apo kandidati tjetër. Çdo kandidat, ato 12 kandidatët, kanë të drejtë të kërkojnë vot nga Komispoli deri në Novosel. Kandidati është përgjegjës për votën e partisë në territorin e caktuar, dhe e dyta që struktura e partisë duhet t'i vënë në dispozicion kandidatit për eventet publike që bën në atë territor, kandidatët që caktojnë territorin. Çdo antar i Partisë Socialiste, çdo kryetar organizate, çdo kryetar partie nuk është i detyruar të votojë kandidatin për cilën ku është caktuar territori. Pra vota është e lirë personale për të dhënë me atë që dëshiron. Çdo kryetar organizate, çdo kryetar partie do bëjë fushat publike për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Kjo është shumë e rëndësishme për të krijuar një mjedis sa më të drejtë dhe një garë sa më të barabartë me të gjithë kandidatët që kanë. Do bëj fushat për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, pra do mbaj kapele PS Edi Rama. Kandidati Damian Gjiknuri në fjalën e tij theksoi se në këto zgjedhje shumë të rëndësishme, vota duhet të shkojë vetëm për Partinë Socialiste. E rëndësishme është që vota mos shkojë në një forcë tjetër, por të shkojë tek Partia Socialiste. Këto zgjedhje ka shumë rëndësi, unë do shkoj çik për te faktit personal, sepse ne jemi të shtrirë në gjithë qarkun, së bashku me ne kryet kësaj fushate ne kemi mundësi të mbajmë atë rezultat të thellë që e kemi krijuar ndër vite. Ne kemi shumë gjëra për të bërë, duhet të çojmë punët përpara, sepse ka gjëra të mbetura, të cilat vetëm në Partinë Socialiste pushtet mundësi. Unë me dua të vend, kam lidhjet me të vend dhe dua të bëj maksimumin që emri i kësaj krahine të mbetet i lartë.
Kandidati Vullnet Sinaj poi se të 12 kandidatët e Partisë Socialiste janë lojtarë të një ekipi për fitoren e Partisë Socialiste, për fitoren e mandatit të 4, që do të jetë mandati i cili do të çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Vullneti me Damiani dhe 10 kandidatët e tjerë të Partisë Socialiste jemi lojtarë të një ekipi që është Partia Socialiste. Shuma e votave këtu në Bashkimin e Imarës të Partisë Socialiste, kandidatëve të saj, të ne të dyve për 10 kandidatët tjerë, të jetë më e madhe se çka qenë ndonjëherë tjetër. Të gjithë së bashku luajmë një ekip për fitoren e Partisë Socialiste, fitoren e Edi Ramës në mandatin e 4. Që do jetë mandati të na çojë në Bashkimin Evropian.